nuk mund të kalojnë tani. Dhe sa herë që të njëjtat na janë prezantuar në asamble, ne atëherë kur e kemi ditë që rrezikojmë të kalojmë, ne kemi lëshu sallën. Mirë po, fatkeqësisht çfarë ka ndodhur, duke u marrë vetëm me këto dy çështje, shumë tema tjera të cilat e prekun për dëshmërinë e qytetarëve nuk janë trajtuar fare nga ekzekutivi i Komunës së Prishtinës. Po ja u marr një shembull. Tash 6 muaj në Kuvendin Komunal të Prishtinës është duke na ardhur në rend të ditës strategjia për kulturë e kryeqytetit. Asnjëherë nuk i erdh rendi për më u trajtu. Është duke na ardhur për pohaç gjatë 5-6 muaj plani për barazi gjinore. Prap i njëjti nuk po mund të diskutohet për shkak tekeve dhe insistimit zotit Rama që t'i trajtojmë ato 2 pika për cilat folja më herët. Në mbledhjen e fundit të rregullt kishim një varg pika të rendit ditës me radhë. Pika e parë e dytë, të cilat mund t'i trajtonim dhe kishte një farë konsenzusi brenda asamblesë që t'i kalojmë këto pika, për shkak se u bë kohë gjatë pa kaluar pika që janë të rëndësishme për qytetin. Prap dodhi insistimi i zotit Rama që pike e parë e rendit ditës del një plan urbanistik për lagjën Çallavica dhe kur nuk arriti që ta fut në rend të ditës për shkak se nuk i kishte votat e mjaftueshme, bile edhe asamblesë të pozitës votuan kundër, zoti Rama e lëshoi mbledhjen bashkë me asamblesë të LDK-s dhe pamundsoi kvorumin. Ata kjo nuk është edhe hise e juaja si parti opozitare, jo veç vetëvendosës, po edhe e asamblesëve të tjerë. E vërtet, mirë po përgjithësi ndaj qytetarëve po ndjejmë të gjithë. Për shkak se me të vërtet ka nevojat shumë të ky kryeqytet e ne ka muaj të tërë që si asamble komunale nuk kemi arrit të marrim asnjë vendim të vetëm. Kur e përmende mandatin e ardhshëm është duke u përfol shumë çështja e zgjedhjeve lokale, jemi në nivel zgjedhor, edhe në nivel qendror edhe atë lokal, në vjesht potencialisht mund të ketë zgjedhje të reja nëpër komuna. A keni vendosur ende për emrin që kandidon për të parin e Prishtinës? Lëvizja vetëvendosje është në vlugun e bisedime dhe konsultime të brendshme në lidhje me kandidatin potencial për kryetarin e Prishtinës dhe unë mendoj dhe jam i bindur që shumë shpejt do dali me emrin konkret. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, kisha me thonë është urgjencë për qytetin që nga Prishtina të largohet ky ekzekutiv i cili me të vërtet vetëm dëm i ka sjell kryeqytetit tash e 4 vite. U përfol shumë emri Glau Konjufcës së fundmi, sidomos në këtë periudhë pas zgjedhjeve të nëntshkurtit, a është kandidati më potencial për të garuar në zgjedhje lokale? Në lëvizjen vetëvendosje jemi në vazhdën e konsultimeve të brendshme dhe shumë shpejt do dalim zyrtarisht me emrin e kandidatit. Pra ende nuk ka dikush që është i konfirmuar qoftë edhe sa i përket mbështetjes aktivistëve. Akoma nuk ka një emër të konfirmuar. Ne po punojmë paralel me gjetjen e kandidatit, po punojmë në programin tonë zgjedhor me të cilin do të kandidojmë, gjithashtu me listën e asamblezëve, për shkak se pikërisht gjatë këtij mandati u dëshmua se sa është e rëndësishme me pas shumicën në asamblejën komunale. Prandaj jam shumë i bindur që në zgjedhjet të cilat në gjasë do të mbahen në fund të tetorit ose në fillim të nëntorit, lëvizja vetëvendosje do të jetë e përgatitur si asnjëherë më parë. Specialet, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit dhe ju, ishte kënaqësi. Shkëputemi veç për pak marketing për të rikthyer me tjera tema në kompani.